Nena përlot fermeret me historinë e saj. Një femër përqau familjen time. Mbrëmjen e djeshme në fermën e të famshmëve. Fermerët janë prekur nga historia e jetës personale të nenës. E njohur për dinamika që krijoi në këtë spektakël, kryesisht kur pjesë e tij ishin Delim Hoti e Alba Pollozhani. Nena emocionon me rrëfimin e saj. Mes lotësh fermerja zbulon se si një tjetër femër shkatërroi jetën e saj. Nena, në rrëfimin e saj na zbulon gjithashtu emrin e saj të vërtet, i cili është Zelfie. Ajo tha se gjyshi i saj i ka vënë emrin e gruas me të cilin pati fëmijët, pasi ai ishte martuar 4 herë. Mëtej ajo rrëfeu historinë prekse të familjes së saj, ku një femër hyri në mesin e prindërve të saj. Me lot në sy dhe plot emocion, Nena dëshmon se si gruaja e re e babait erdhi në shtëpi. Nëna e saj bashkë me fëmijët u larguan nga shtëpia. E u mbaroi me kaq. Pas përplasje mes dajave të saj dhe babait u përdorën edhe armët. Gjithçka po shkonte mri, derisa një femër ndërhyri në jetën tonë. Ajo la familjen e saj, babai i bleu shtëpi, makina saj femre. Po insistimi i saj ishte të vinte në shtëpinë tonë. Prindët vendosën të ndahen kur ajo erdhi të vite ne. Pas 25 viteve martes, ata u ndan. Dajat ndërhyn, ata e thërritën në telefon. Dajet e mi nuk u ndalën derisa erdhi puna, ku babai me dajen e plagosi në sytë e mi me 5 plumba. Pastaj babai im përfundoi në burg. E lam atë shtëpi, kërkuam shtëpi me qera. Dolëm vetëm me rroba trupi. Arritëm në pikën ku nuk kishim as buk me ngrën. Kam lyp bum për qenë aty ku punoja dhe i merja, tregoi Nena me slotësh. Mëtej ajo tha se u nis në Gjermani për t'i siguruar një shtëpi nënës. Fillimisht Nena tregoi se filloi punë në ndërtim, ndërsa mëtej u shpreh se ka dhe një vëlla të vogël, por nuk e ka parë asnjëherë. Si dhe ka marrë malli shumë për babain, pasi ka shumë vite pa e parë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.